Si ndikon vrasja e Khomeinit i Khameneit më falë në strukturën politike të Iranit dhe si ka reaguar me Yazergjiun? Populli iranian, a ka mundësi të ndryshoj regjimi? Deri tani duket që regjimi është shumë herë më i fuqishëm, por personat që ndjekin lajmet nga Irani, si kur unë i ndjek, populli po mobilizohet rreth pushtetit. Vrasja e Khameneit, për mendimin tim, është një nga gabimet më të mëdha që ka bërë Izraeli në historinë e tij, nga që sikur u përmend edhe në studio, Khamenei ka qenë një burri moderuar. Fal Khameneit, Irani nuk ka zhvilluar bombën nukleare, dhe Irani e ka atë mundësi, ndërsa në këto momente që ne po flasim, bëhet fjalë që udhëheqësi i ri suprem i Iranit do të zgjidhet djali i tij, Mojtaba Khamenei, dhe pas vrasjes së kreut të gardës revolucionare, kreu i ri i gardës revolucionare iraniane është zgjedhur Ahmed Vahidi, një veteran i revolucionit islamik iranian, një person i cili sipas amerikanëve dhe izraelitëve është nga terroristët më të kërkuar të botës, që akuzohet edhe për sulmin kundër qendrës kulturore izraelite në Argjentinë në 1984, dhe personat që kanë marrë pushtetin në Iran në këto momente janë persona më ekstremistë se sa Khamenei. Dhe ajo që po shohim neve në këto 72 orët e fundit, Irani ka sulmuar 15 vende, përveç vendeve arabe të Gjirit Persik, ka sulmuar bazat ushtarake franceze, italiane, dhe lajmi më i fundit është që Irani është duke goditur Kipron, vend i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian dhe bazat britanike aty. Dhe sa po më shkruajnë Yazergji nga stafi që komandanti i gardës revolucionare njoftoi se ngushtica e Hormuzit është mbyllur dhe se tani do të hap zjarë ndaj çdo anije që përpiqet të kalojë nëpër të, sipas mediave iraniane. Është goditur një cistern. Një cistern është goditur. Është goditur dhe një cistern, thotë Gjinishi. Janë goditur disa, janë zhytur një 7 copë deri tani. Dhe Irani, përveç luftës të drejt për drejt që po bën me vendet e NATO-s, me Amerikanët, Britanikët dhe Izraelin, do ta zhysi botën në një krizë energjetike, e cila për personat që kanë ndjekur çmimet e naftës nëpër bursa, ne po kemi rritje të naftës, rritje të gazit, dhe kjo do sjelli një reakcion zinxhir, i cili, sipas iranianëve, kërkojnë që ta gjunjëzojnë botën. Dhe përveç kësaj, filozofia iranianëve është se, ndërsa që prej revolucionit islamik në 1979, Irani ka vuajtur si pasojë e sanksioneve të ndryshme, ata duan që t'i japin fund parajsës fiskale dhe financiare që këto monarkit e Gjirit Persik kanë patur. Monarkitë e Gjirit Persik janë oaze të ndërtuara në shkretëtir, por këto oaze nëse nuk shesin naftën edhe gazin zhduken. Dje qeveria e Britanisë Madhe ka kërkuar evakuimin e 86.000 qytetarëve britanik nga Emiratet Arabe, po bëhet kaos sepse këto Emiratet apo këto monarkit e Gjirit nga Kuvajti, Katari, Bahreini, Arabia Saudite, këto mbahen nga puna e perëndimorëve. Pa inxhinierët, pa ushtar. Yazergji, se gjua vete atje ku Zemzembi, në Shqipëri ka vite që janë kreuar mujahedinët e Mekut. Së pari, e themi këtë se mund tjetë edhe kote, kupton se edhe unë nuk është se jam një profesionist i shkallës lartë në këtë, njohës i lartë, ekspert i kësaj fushe. Ky Meku tani, pyes dhe kolegët e tjera, Gjinish, edhe ty,
për shembull, ky Meku është një organizatë e fortë apo jo, apo është terror ka mbetur kot këtu në Shqipëri. Dhe thuja është Meku, domethënë, janë mujahedinët. Së pari, ka ndonjë rrezik në Shqipërisë në këto momente, për shembull. Në disa media unë pash që mund sulmohen mujahedinët në Shqipëri. Në disa media. Unë besoj që ky është një rrezik potencial, nga që iranianët kanë deklaruar prej vitesh dhe i kanë treguar, i kanë thënë edhe Edi Ramës me vite që duhet ta ndaloj aktivitetin mujahedin. Sipas mediave iraniane, por edhe izraelite, dihet që mujahedinët kanë ndërtuar një qendër masive spionazhi në Manës. Dokumentarë që janë botuar nga Al Jazeera që në 2018 kanë treguar aktivitetin që bën Meku me call centerat që ka brenda kampit të Manzës. Për këtë arsye, Spaku edhe goditi Mekun në vitin 2023 që keni fotot mbrapa teje që po tregon regjia, kur shkuan dhe i konfiskuan serverat mujahedinëve, po deri më tani Shqipëria nuk ka burgosur asnjë mujahedin. Dhe duhet kujtojmë që Ayatollah Khamenei, personin që vrau Netanyahu dje, e kanë plagosur mujahedinët për herë të parë në vitin 1989, nëse nuk jam gabim. Dhe edhe gjithë problemi nuklear që Irani ka me perëndimin është ekspozuar në 2003 nga Meku nëpërmjet Mossadit izraelit dhe fal Mekut Shqipëria prishi marrëdhëniet me Iranin, ku në 2018 mujahedinët në bashkëpunim me Mossadin izraelit hapën lajme të rreme sikur Irani do sulmonte Shqipërinë dhe pretenduan, biles ka patur edhe një përpjekje nga Meku për të kryer një sulm terrorist në Shqipëri për të vrarë disa mujahedin dhe më pas që faturonin Iranit. Po në qofse deri tani Khamenei e ndalonte Iranin që të hynte në luftë me vendet e NATO-s dhe Amerikën, goditja e Qipros, që është vend i NATO-s, tregon që për Iranin nuk ka më limit. Në anën tjetër, për personat që ndjekin postimet e... Do të mbaroj fjalin edhe vazhdoj. E ka për fundin, mos kemera. Postimet e Edi Ramës, një sekond, të lutem këtë. Postimet e Edi Ramës në këto 3 ditët e fundit, ku ai po tregohet më zlirni se sa Benjamin Netanyahu, duke dënuar regjimin komeinist iranian, duke thënë neve kemi ardhur, kemi qenë prej sunimeve nga Iranit e tjerë, janë vetëm mënyra për të provokuar Iranin. Irani është një kap e plagosur. Olsi, e kuptum rëfimin. Dhe kafsha e plagosur është jashtë kontrolli.